Për shembull në Tiranë, ku njihen, ku dalin, kush janë këto vendet për gjuhë ti në thonjza mes meshkujve dhe femra që ju gocë thonë njëra tjetrës shkojmë se aty mund të ketë çuna të bukur apo çuna thonë që shkojmë se aty ka goca të bukura. Pra, mi përshkruaj pak me zona. Aty doja të dilja në fakt, sepse kohëve të fundit nga shoqëria ime apo edhe nga njerëz kudo kam dëgjuar që zgjedhin vendin ku do frekuentojnë për shkak të kësaj gjëje. Po mirë, se këtu s'ka asgjë të keqe sepse natyra njerëzore normalisht, por që duke qenë që Tirana është një vend kaq i vogël dhe këto janë vendet kryesore, janë këto pikat kryesore që përmendëm. Për shumë me radhë. Në komunë. Te komuna Parisit. Po, madje është një situatë shumë fani, sepse kisha një bisedë para disa ditësh me një shoqen time, ku po komentonim një vajzë e cila kishte filluar ta frekuentonte shpesh, dhe që na bënte përshtypje sepse nuk e lidhte asgjë me atë zonë ku ne frekuentojmë. Dhe na doli në muhabet që kishin komunikuar që ajo vinte për këtë arsye se të kishte parë shumë djem, kishte dinamita i vendi në komunë. Ishte lokal specifik. Ishte lokal specifik? Lokal specifik. Interesante, i kishe rezultuar i suksesshëm në aspektin e flirtimit? Po. Po. Komuna Parisit një tjetër. Komuna zona këtu te Arena. Këtu rreth e përqark Arena Center. Po, që janë disa vende spots tipike. Specifike për të flirtuar. 3. Do thoja në blok. Bloku, vazhdon ende tjetë në trend blok apo është overrated? Jo, bloku ekziston ende, por është overrated. 4. 4. Rrukica Sales, mund ta quaj? Jo. Se? Ka dal nga moda? Se? Te rruga Sales është vetëm Sali Berisha mund të dëgjosh. Sali Berisha mund ta takoj. Jo, vërtet, është zonë që frekuentohet ende, por që nuk është më siç ka qenë dikur. Nuk është në zbritje. Tjetër? Apo këto janë? Mund të jenë edhe në fakt edhe të Tegu. Pra në qendra tregtare, njerëzit gjithashtu i shfrytëzojnë për të flirtuar. Interesante.